Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Si fillim, nëse s'keni bërë subscribe, bëni follow në Instagram dhe në TikTok. Sot do bëjmë makinë shumë të bukur edhe të veçantë, se kena bërë akoma te kanali këtë lloj makine. Vjet direkt mas X6-s, që ka qenë e para SUV coupe. Sot kemi makinën e parë me 4 dyrë coupe, së 219-a, CLS-ja, gjenerata parë, edhe kjo që kena sot është pak si e veçantë. Kjo është 63 AMG me këtë ngjyrën shumë të veçantë Mauritius Blue, që nuk parashef shumë në rrugë, shumë ngjyrë rrallë është. Para kolbin normal e ka më agresiv të AMG-s. Kanë të feneret për shembull, s'ka pas asnjëna kështu. Ne çfarë kena pas në gjithë emrat ndryshme, Regina i thoshim sës, kësaj i thoshim banane më duket. Po është shumë makinë e bukur. CLS-ja është e para që ka hapur këtë kategorinë e makinave sedanëve me 4 dyrë, coupe me 4 dyrë. Edhe për mendimin tim, ne kena bërë gjeneratat e tjera. E dyta ka qenë e bukur, por mua më duken shumë të veçanta, shumë bukura edhe kjo gjenerata parë. Kjo ngjyra sidomos e nxjerr pa më shumë edhe format, llogarit se sa e bukur ka qenë atëherë. Shumë dizajn i veçantë. Kjo është me të njëjtën shasi me klasin W211-shin. Po kështu nga jashtë i ka gjitha gjonat ndryshe. E pra ne e kritikoj dhe Benzin në herë, se tash i ka bërë gati gjitha njësoj, kurse atëherë i ka pas të ndryshme. Në u dallon të modeli nga modeli. Shumë e veçantë. Me 4 marmita mrapa AMG. Fillim ka qenë 55 AMG me 113 kë kompresor, kurse pastaj 156, siç është kjo, 6.3-ja, 6208 kubik. Tashi kjo i do ca gjona, me qenë realist, dhe shpresoj t'ja boje, se është shumë e veçantë. Këtë grillën se ka të vetën, mirë është me i vu originalen. Kanë lojë për ca gjona estetike, kjo rrjeta këtu poshtë. I ka ca gjona, po për makinë veçantë që është, unë dhe e kisha bo. Frenat AMG, mëdhaja, distet AMG-s, 6.3-sha. Te kam pas pa dhe në Angli në shitje kur ka qenë, tash është këtu. Po. E maj mend se është ngjyra e veçantë dhe interiori që do e shohim, është tepër i veçantë. Ta shohim edhe motorin. Ky është 156-ta. Tash para se të filloni gjithë jo me impiant gazi, jo po ku marret me gaz kjo makinë. Kjo kështu ka qenë që kur e kanë marrë, s'përdoret në gaz, edhe kam fiksuar dhunë që në Angli ka pas impiantin e gazit. Po, tash vetëm benzin përdoret. Duket se ishte zor për t'i heqja, ku dëgjon. Nëse dina njoni kush mund t'i heqë, atë na shkruaj aty te komentet, që të shkojë t'ja heqë, se i kanë thonë është problem, mund të prishet për ja hoqë. Kjo është 156-ta, ka 514 kuaj fuqi këtu edhe 620-630 Nm tork. Ky është motor që është bërë komplet nga AMG-ja, nga fillimi. 55-qa të ka pas 476 kuaj, po 113 këja, ka pas tork më shumë, 700 Nm. Pa i ka qenë motori Benzit që e ka modifiku AMG-ja. Kurse ky është komplet i bëm nga AMG-ja, si motor edhe s'është përdor në Benza normal ky. Vetëm motor AMG. Shumë veta thonë jo, s'bojo, ka sen vetëm për punë fuqie, me 113 për punë që është më i fortë 113-a. Është më i fortë 113, po është më i vjetër edhe kjo ka karakterin e vet, tash nuk është puna vetëm kush ka motorin më të fortë, të jetë më i miri. Kjo ka secila ka karakterin e vet. Kjo është ndryshe, ajo është ndryshe. Të dy të mirë janë. Po normal të janë pak më tek anjot si motorra, duhet pak më shumë mirëmbajtje. Tani të shohim edhe pjesën më të veçantë, më të bukur interiorin. Tash është me sedile elektrike me memorie, bokset Harman Kardon, edhe tapiceria Designo Blue, shumë e veçantë, shumë të rralla. Këto i kam pas fiksim për herë, janë edhe të ca 221-sha, të ca C216-a, CL, po shumë rrallë. Çka kam pa në gjithë janë në Rusi, këto që i kanë me këto specifika. Është me sedilje dinamike, ka këto butona këtu me fryrje, çfryrje. Sedia ka të puls për masazh, jo vetëm dinamike. Ka këtë timonin që këta kanë pas CLS-t për herë. Në fillim fare si timon është përdor të CLK-ja. Te facelifti kanë bë timon trash me pedal shifter atë alumini mrapa. Kjo është me 7 marshe, ndryshe nga 55-ja, është 7G, nuk është me 5G. Crosscode AMG deri në 200 milje shkok, këtu është ora. Tash në interior, edhe pse këto janë pjesë që janë edhe te E-klasi, edhe këto të klimës i lloj si te 211 që janë edhe këto këtu me sedile me ngroje, si ka me ftoje. As perde s'ka këtu, se kjo është Anglie, madje boll ka për makinë Anglie, s'para kanë shumë opsione këtu të Anglisë. Kjo është ndruar zvuk shumë nga këto të Androidit. I lexo Designo edhe këtu. S'është as me start stop që ta nezësh këtu, kanë pas si opsion dhe atë. Ka amortizator për t'i forcu, për ta ngretë makinën, se është amortizator më ajër. Sensor të parkimit, manual Comfort Sport,
edhe pse ka përdor pak a shumë, jo pak a shumë, po të njëjtat gjona, domethënë butonat, konfigurimin dizajnin mrena ka ndryshe. Për shembull, kjo pjesa këtu është ndryshe si crosscut me E-klasin, me 211-shin. E dallon që një gjotë një makinë tjetër, pak më të veçantë. Është me baxhë lart, po pjesa më e bukur është tapiceria. Kjo bluja shumë e veçantë. Edhe sedila pasagjerit është dinamike, normal me memorie dhe mrapa. Këto janë ato që kontrollon kompjuterin e bordit, volumi. Është makinë e veçantë, ka limitatori i shpejtësisë. Tu ka te cup holderin më të komplikuar në botë. Kjo hapet në 2 krahët. Tani do shohim edhe mrapa. Normal kjo ka këto frameless pa hekur të katërta. Po të kishte sedile elektrike dhe kishte butonin këtu, po kjo si ka. Tu ka këtë ashtray për të shkundu hanin. Për komët ka pak vend, s'është keq. Ka këto televizorat e janë vetë mrapa. Klimën e ka individuale edhe mrapa, është me 4 zona. Tu ka hapësirë për të lënë me gjë. Kjo është vetëm me 2 vene. Shu kanë qenë të gjenerata parë kreta. Cup holderat këtu. Ke hapësirë këtu. Me kokën drejt shumë nuk kap në tavan, nuk është se ka shumë hapësirë. Për komët ka, po për kokën jo. Qëse je i gjatë shumë, nuk ke shumë hapësirë. Është si veni myll, se edhe dritaret janë të vogla. Nuk është se futet shumë dritë, është shumë dritare e vogël. Shive, janë të vogla dritaret, se hy shumë dritë, është pak si e myllme. Po është sakrificë që bëhet qëse ti doj makinë që duket e bukur. Mos duket si taksi, si E-klasi. Nga poshtë është si E-klasi, po kështu duket si makinë e veçantë. Edhe është e veçantë. Nga jashtë s'ka lidhje me E-klasi. Tash do marrim cilësën 63 i Giro. Ta shohim çfarë performancë ka, si është necje. Tash si kabinë duhet kabinë e njoftme se mësu me E-klasin 211-shin dhe ngjashme është dhe pse ka këtë pamjen pak më ndryshe, crosscutin më të bukur. Amortizimin e ka më të fortë, që kanë gjithë se u bëhet tash të çdo video të këto sportivet, amortizimi është më i fortë standard dhe është më i fortë. Se edhe me shpik gjona të reja, nuk kam qa shpikun, se më thonë jepo janë të mira, se të mira janë të gati gjithë. Së më këthej mund që s'bëjnë. Unë të e bëra ka stile. Dhe shifën e të Insta360 se e kom vu aty. Shala duket mirë aty. Se mrejna e ndje qik më shumë se që duket në video s'duket gjo. Bën 156, është pjesa kryesore e kësaj makine. Gjëja më e bukur është motori i kësaj. Veçantia e motori është. Është ndër vërtetat me zhurmën më të bukur. Te C63 edhe aty bo shumë zhurmë bukur te 204-shi. Motor tamam AMG. Ka ato gjonat e veta, sidomos versionet e para, kanë pas probleme me këto head bolts, po qoftë i bohen, s'është problem. E një gjonë s'fond, edhe kur si të dhon nga shumë qetë e qetë, e një gjonë vëtetën mrapa, shumë zhurmë e bukur. Në për këto gropat, e rrugët këtu, që më di se 19 që është, si një shumë. Frenat i ka të mira, është makinë e bukur, është makinë që, sidomos shembujt me specifikat lezetshme të veçanta, si që ka kjo, besoj, ja vlen t'i mash edhe t'i blesh edhe t'ja bosh gjonat, jo vetëm se do rriten në vlerë, se do rriten sigurt, po edhe për qef për vete, ke makinë më të veçantë që se shef, jo se s'ka cilës e 219 që si këto, sa dush ka, po 63 ka më pak. Gjero. Të këto rrugët tjere gjero shumë. Që periudha e Bencit, edhe E-klasit, 211-shi, ka një gjohë shumë familjare, ndije shumë mirë të interiori këtyne, ja di edhe gjonat ku i kanë ku si kanë butonat, po edhe kualitetin se kanë keq me thonë drejtën. Për herë më pëlqenë Bencat e këtyne vite.
Ngjyra të shef të kofrënat e pasqyrat, shumë ngjyrë e lezetshme, shumë ngjyrë e bukur. Sa e s'janë bo, as marmita me plasi, as shumë budalliqe shkollti. Edhe s'ke që do me abo këtyne makinave. Ta kesh 55 që mos e kesh shumë pristine conditions, ta kesh me 20.000 milje edhe 55 se vle me ndryshu, po që ose e ke që nuk është se është makinë që do e rushti klasike, ka bo ca kilometra, aja bo supercharger pulli më të vogël, e bo qatë dushin Tejka e stage, qatë dushja bo asaj, se s'ka na gjo. E tolero ajo. S'pastohet shumë kollaj. Shumë e lezetshme. Po edhe kjo s'është me LSD. Se di, gjëri herë njëna gomë herë tjetra, nuk është se i gjërin gjithë kohës të dyja. Mësë që dhe morim tashi dhe hecim pak më fort, ta shohim si dhe jetë në performancë. Kena qunë së tashi, dhe hecim i qik më fort. Shpejt është, po makine 2007-ës aspirato është goxha e shpejt. Edhe në fakt ky motor krahasu me konkurrentët vërtetat e tjera ka qenë më i shpejti në vit drejt. Frenat mirë i ka. Marrë se si ka keq, tashi krahasu me këto DCT-t e reja, normalisht që nuk është niveli atyne, ka hes shumë teknologjia e kamjove. Shumë kafsh, me ESP fiktikën. Ngjisin gomat pastaj, po është i far kafsh, e lezetshme shumë e lezetshme. Kjo konkurent drejt për drejt s'ka pas asionën, se kupe me ka dërdyrë s'ka ekzistu asnjë atëhere. Kështu që ka qenë e vetëm janë treg. Po krahasimi mund të bëhet me të njëjtat rival që ka i 63-shi, që ka qenë M5-a, RS6-a, Jaguar XFR-ja. Nga ato të ati viti se bo M5-ën V10 ne. Tashi, M5-a V10 e ka motorin shumë të veçantë, shumë i shpejt, po M5-a V10 për ta shiju më shumë e shijo kur je tu hec fort. Atë kur je 9-10 tu hec fort e shijo. Edhe fuqinë e gjonat kanë xhiro të larta. Jo se s'hec ajo, po s'ka tork kaq shumë ai motor, që duhet me çun xhiro të larta. Në përditshmëri, me këte kënaqesh më shumë. Këte e përdor edhe në trafik, edhe në shpejtësi t'ulta, heci, xhiro, gomat, ka më shumë tork, është më e përdorshme, këtë fuqinë e përdor më kollaj, është më gallat. Tash të njëjtin argument se këto secila janë të mira në atë të vetën. Tashi, RS6-a, si më thoni V10-a RS6 s'ka 580 kuaj, qa M5, ajo ka biturbo, në është më rond, normal në vit drejt është më shpejt, është biturbo, po 5000 V10 të dyja po është biturbo. RS6-a është më mirë për ta vu fuqin në tokë, po për ta vu fuqin për të ecë në shi, për të ecë në asfalt jo të mirë, për të ecë në lloj-lloj kushtes, jo optimale. Këto nxjerrin ik për lesh me këto dy tjerat, po këto janë më gallat. Nuk e gjëra do të RS6-ën, s'pas drift as gjë.
Zhurmën e ka më të mirë kjo, se RS6 as bëhet fjalë. Edhe M5 normal që e ka shumë më të mirë se RS6. Tani të bëjmë mbylljen edhe konkluzionet e C219-s, CLS 63 AMG, shumë makinë e lezetshme, shumë e bukur. Tashi ca kritike e kam për këtë, po ja kam thonë edhe pronarit vet, duhet mi bë ca gjona. Kështu nga motori më duk mirë dhe kamer, po gjona estetike, se është makinë e veçantë që ja vlen me ja bë. Janë nxjerrë pa më shumë atë bukurinë e vet. Tashi këto gjonat e tjera pastaj shumë e shpejt, sidomos kur mendoj që është 20 vjet makinë, shumë e shpejt, zhurmë shumë bukur, interior shumë bukur, nga jashtë shumë e bukur, shumë kombinimi veçantë ngjyrash. Është makinë që ti nuk e shef më në rrugë, është makinë veçantë, është makinë që në histori do të marrët mend si makina e parë që bën një kupet me 4 dyrë, siç është X6 Forestera parë kupe, kjo është makina e parë me 4 dyrë kupe që hapi këtë kategori, se pastaj doli Audi me A7-ën, BMW me serin 6 Grand Coupe, filluan dhe tjerat. Passat CC-ja, për jën këtë nivel. M156 është shumë motor i lezetshëm të gjitha makinat që e kanë fut. Doj qik mirëmbajtje, i ka ca gjona, po është motor i veçantë, ka karakterin e vet, zhurmën e vet, fuqin, power delivery-n e ka shumë mirë. Më thonë nuk i bje fuqia edhe në top speed është e fort shumë. Kamera 7G më mirë se 5G-ja, jo nivel DCT-je, po prap shumë e mirë, edhe të forta janë edhe këto. Pjesa tjetër është kjo pjesa, s'kena bëha la Audi RS6, dhe bëjmë edhe atë. Është drejta e më e shpejt në vit drejt, po nuk të jep kënaqësinë e këtyne. Këta e spostoj, xhiroj, bosh zhurmë, jep gaz. Kënaqesh edhe në shpejtësi më të ulta, s'ke nevojë vetëm shpejtësi shumë të larta. Edhe M5 është e mirë, po thash M5 që tash është tamam duhet me qenë në xhira të larta, tu hec pak më shpejt. RS6-ën vetëm rrugë drejt dhe në kthesa është e majo kthesën se s'nxjerr se është 4, po nuk e ka atë adrenalinën dhe kënaqësinë që t'jap AMG-ja me diferencial mrapa. Ju cili do kishit zgjedh? M5-ën V10, CLS-ën 63-she apo RS6-ën? RS6-ën sedan, se këto vite ka pas ajo C6 edhe sedan, edhe pse të ralla. Këtë kishit morë nga këto ju. Apo Jaguar XFR-ën. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëni edhe follow në TikTok edhe në Instagram. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.